ka ndëjtur këtu shtator, të themun ju, po fjala e popullit është 100% e vërtet, muret kanë vesh. Po, ja u themun ju, po. Dhe, çfarë ndodhi? I tha, i kërkoj t'jap dorëheqjen. Jo, tha, nuk jap dorëheqjen. Prisni. Po ju them të vërtetën ju, siç ka ndodhur, dhe çdo shqiptar ta di këtë. Jo, nuk jap dorëheqjen. Sepse pastaj do shkoj në burg. Rama i thot po, dhe kjo aludon se nuk po m'del zot, po ç'tu bëj atyre mesazheve, thot Rama, që ke bërë ti? Mesazhet ja këthën kjo? Çfarë flet ti, tha? Po mesazhet tua ndosi janë shumë më të këqija se të mijat. Absolutisht po. Edha ti, jo mesazhet ke dërguar mua, po mesazhet që i ke dërguar Elvis Berberit. Ke 60 mesazhe të Elvis Berberit në dosje, të cilat tregojnë se ke diktuar çdo gjë. E mbylli, prisni, se është interesant. Gjatë debatit i kërkoj, po ja tha, duhet tani të paktën të shkoj qeveria në gjykatë kushtetuese për mua. Jo, i tha ky. Nuk shkoj do se kjo është, do shkosh vetë. Si përfundim, sot ka dërguar Edi Rama në gjykatë kushtetuese, tani se po flasim këtu. Ai që me ndonë se Edi Rama e bën për njerëzin ai lubis, ai me ndonë një buallek, do më thënë më thopë, një gjithë pa imagjinueshme. Absolutisht e bën vetëm për veten e tij, sepse vetë nuk shkonte dot, e them këtu, nuk ka pas kombi njëri i hajdutë me ordinere se Belinda Vallukun. Jo. Po ama, themi të vërtetën, Nan Karajo nuk shkonte dot për tunelin e Llogaras. Mori Rama me vete, se kur nuk shkon kryeministri pas ministrit, shkon ministri aty ku shkon kryeministri. Kështu që Nan Kara dhe pazaret, Nan Kara i bëri Rama. Ajo po, nër pjesë të vete thash, është ajo që është. Por Edi Rama është. Edhe i Ankara, edhe i Llogaras, është edhe i tune, edhe i aeroportit të Vlorës, është edhe i djegësve. Harroni ju poezinë e tij, duke përmbysur praktikën e parë me lëndfille, dhe tani do dalim tek djegët. Ku janë djegësit? Djegësit nuk janë. Po 400 milion euro tuaj janë vjedhur, ama, janë vjedhur. Miq, mund të rrim gjë shumë e shumë në listë e tyre s'ka fund. Po morali i tyre është i moral i shplar. Imagjinoni, çfarë bëj? Kanë vjedhur, janë kapur duke vjedhur dhe prap nuk largohen. Jo, thot. Do i largoj. Dhe ta din. Të vazhdojmë këtë betej me të gjithë guximin ton, me të gjithë fuqit tona. Sonte para nesh folen disa të ri, dhe u i përgëzoj për fjalën e shkëlqyer që mbajtën. Krishti kishte ditëlindjen dhe ati ja uroi 120 vjet. Vite të lumtura. Por atyre dhe çdo triu shqiptar, unë i kujtoj se historia, se koha, thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë, për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Të dashur miq, këto ditë
Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro, minimumi, e vërteta është 90-97. Por kjo shumë, çdo shqiptar duhet ta di, se është shumë më pak se 100 apo 200 e atyre që kanë vjedhur këta hajdut të paftyrë. Miq, jemi vetëm vend në botë që në një harë kohor 7 vjeçar janë shpenzuar 400 milion euro për djegësin e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Asnjëri prej tyre sot nuk ekziston. I Tiranës nuk ka një tull, sepse parati ka vjedhur Edi Rama me Erjon Velin. Akshi është kopshti Edi Ramës, kopshti privati Edi Ramës, në të cilin bashanaku i tij ka fituar me 10 tendra. Çfarë ka ndodhur atij? E kemi denoncuar me 10 hera si gjë, për kundazi vazhdon të vjedh taksat tuaja. Unaza e madhe e Tiranës, këto ditë mediat kanë publikuar lotin 4. A e dini ju miq, si loti 4 janë 14 lote me të cilat Belinda Balluk, Lubi Balluku, me Edi Ramën e rritën koston e ndërtimit unazës në 450 milion euro. Më falni, unaza nga tegu tek teknologjiku është ndërtuar para vitit 2013. Cila ka qenë kostoja? Me të gjitha ato vepra arti që ka, shkoj shifeni, kostoja ka qenë 3.8 milion euro. 3.8 milion euro. Cila është kostoja kilometrit? Sot, 20-22 milion euro kilometri. Dhe jo vetëm loti 4, çdo lot. A ka njëri në botë që mund të imagjinoj se një qeveri e ndan 13 kilometra rrugë në 14 lote. Thjesht të vjedh më shumë. Sigurisht këto ditë ishin motë të mëdha të pamohueshme. Pa pyesni pak, pse nuk lëvizën Skarpatat Gjirokastër te Belen? Dhe u them unë ju, në rrafshin gjeologjik, ajo është Skarpata më e shkripshme, më e rrezikshme. Këto ditë pati motë të mëdha. Pse nuk lëvizin Skarpata e rrugës Kombit? E dini vetë se si janë Skarpatat e tij. Pse nuk lëvizin Skarpata e Fratër, e rrugës Fratar me Maliaj? Shkoj shifni si janë. Kurse rrugë të Lumbis dhe Trams u shem me njëra mas tjetrës. Po miqtë e mi, se kur ndërtohet rruga, pjesë e madhe e investimit shkon me ngurësimin, me mbrojtjen nga Skarpata. Skarpata është pjesë edhe më e rëndësishme se vetë rruga. Urdhë çfarë ndodh tani? Urdhë çfarë ndodh dhe ndodh pasi
kanë 4 fishur çmimet. Të vjen ndonjëherë të duket si një kafe 50 milion shi i tunelit Llogaras. Vjedhje tjera janë vetëm një gjë, për se cilin prej jush, po dhe çdo shqiptar, kudo që është, i kujtoj këtu se në 12 vite Edi Rama me Lulbi Ballukun kanë administruar taksat tuaja. 67 miliard euro. Në 8 vite kemi administruar 28 miliard euro, sepse ne kishim gjysmën e taksave, besonim dhe besojmë që ne qeveria duhet marrë minimumin nga qytetarët. T'ja u lëra atyre të investojnë, se investojnë më me eficiencë. 67 miliard euro krahasoni me 28 miliard. U dyfishun rroga e pensione. U ndërtuan rrugë të paktën 13 herë më shumë se në 12 vitet e tyre. Merrni pak nga Hanihotit në Kakavi, akset dhe në çdo drejtim. U ndërtuan 1000 sa shkolla kopshte e tjerë. Një numër i konsiderueshëm spitalesh. Me ato para, po me 67 miliard, çfarë është ndërtuar? Me 67 miliard e ka thënë Banka Botërore, e ka thënë Komisioni i Kontrollit të Shtetit, janë vjedhur të paktën 90% të tyre. Nuk ka popull në botë më të vjedhur se sa ne. Nuk ka popull në botë më të vjedhur. Është pushtrim për çdo shqiptar. A e dini ju ç'ndodh? A e dini ju se këta hajdut janë si që janë, këta gëzohen kur rriten çmimet. Po pse? Sepse vjenin më shumë taksa. Ti vërtet paguën orizin 2 fish, pa të merr taksën 2 fish në orizin që blen, në mishin që blen, në qumshin që blen. Është koha të ndalemi, të ndalim zot vetes. Është koha. Ajo që ka arritëm ne, kemi arritur, që çdo zë yni të ndëgjohet në botë, çdo përpjekje jona të mbështetet në botë, por ne duhet bëjmë punën tonë. Të rinjtë folën këtu, janë shpresë e vetme dhe më e madhe këtij kombi. Duhet të ngrihem, të mbështesim, të ngrihemi së bashku me ta. Askush nuk do le heqe Edi Ramën ne dhe Lulbi Ballukun. Shikoni miqë, shikoni çfarë morali kanë. Hajduti është qenja më amorale mbi tokë.